Dy banesa në lagjen numër 6 të qytetit të Korçës janë rrezikuar të përmbyten nga rreshtit e shiut. Këto dy familje përballen me të njëjtën problematik sa herë që ka rreshje të dëndura. Mbrëmjen e kësaj të enjteje uji ka vërshuar në oborret e banesave të tyre dhe ka hyrë edhe brenda shtëpive. Dy zonjat kryefamiljare kanë treguar situatën e rënduar, duke thënë se janë ankuar vazhdimisht, por askush nuk ka marrë masa për të gjetur një zgjidhje. Por dhe gjithë më këta pas kemi të vepsha. Ne sa herë që bjeshin e bytemi notojmë brenda. Jemi ankuar sa herë që hapin pozetën, vine hapin atë kanalin atje, mirë po përsëri ato janë dhe ujrat e lartë me zbrecin poshtë dhe ujrat e zeza natë për të në brenda në shtëpi. Po shqyqyr brenda nuk u arriti të ashtu, se arritën që lajmëruam. Erdhën dhe djera ata dinte, e pastruan, një qika, djali me lopatë dejlam dhe matame, e pastron, po mirë po gryka këtu është ngushtë. A duhet e qërë komplet të pastroj të i vend tubo tjetër, që të neve të rrim rehat. Dy familje jemi neve. Unë burën e kam të sëmurë, i bëra koronaren, par dijen gjora nga spitali. Më ka hyru janë banesë. Ne kemi vite këtu që vuajmë shumë e këta ujra dhe mbushet shtëpia plot. Kemi lajmëruar, vetëm sa e shpoj një qikë shumë. Edhe nuk ve në dorë që të hapin një kanal e në regullën unë jave smurë. Mua nuk është dëmtuar gjë, po vetëm sa juja, unë jave smurë. Unë nuk ridot, unë jam e azëm, një arrim e për në do. Rriduke e qërë ujrat. Jemi sa mos më keqë këtu, ja. Nuk na i var njëri, nuk na shikon njëri. Vinë, hapin një qika të dhe ikin, s'kemi qartë ju benë. Ja u dhim për falimderit këtyre që na erdhen. Ju falimderit këtyre që na erdhen, na i dhamë të ndime që neve sonde do fleme ratë. Se ne për natë nuk u fleme, gja ne rrimë më ruajmë shtinë. Zja fiksja policia ju dhe ndo të shëndet o birë që juve në ndimua sonte. Banorët apelojnë për ndihmë nga pushteti lokal dhe ai qendror për zgjidhjen e situatës.